Përshëndetje, jam Alban Dervishi, lindur e rritur në Tiranë, shumë Petronini, kupton, në shkollë të mesme dhe isha vetëm 16 vjeç, kisha mbaruar vitin e dytë në gjimnaz dhe vajtëm në New York. Ndihem shumë krenar që këtë qershor të marr komandë të USS Pearl Harbor, kam një jetë të tërë që e prisja këtë moment dhe është një nder sepse gjatë gjithë karrierës tonë ne dedikojmë shumë kohë për të arritur këtë maj dhe me jepet një shans fantastik dhe me zorpres të kryet detyrën. Das baban, das gjyshin e kam pasur sarak, kështu që ushtria më troqi pak edhe duke menduar që Amerika, kupton, pikërisht ajo Amerikë me ushtrinë më të madhe në botë, mu dha kjo mundësi dhe thash, pse jo, ty ushtrisë amerikane. Me thënë drejtë, kam filluar si marinari thjesht, gjithçka shkoi me shkallë, një mundësi më shumë, një mundësi më shumë, lëvizën gjërat. Gjatë karrierës time kam qenë në 7 anije të ndryshme dhe kam lundruar çdo det të botës, duke përfshirë edhe operacionet më kritike si të luftës të Afganistanit, Irakut dhe operacionet të tjera. Ekziston një farë theksi atë dhe gjithmonë tërheqja atë pyetje nga dikush që shiko, po nga keni preardhen dhe e them me shumë krenari që jam shqiptar.